A ka rrezik për Ramën nga brenda PS-s, Hoxha, ti ke parë këtu? Se thonë që ka rrezik, por në qoftë se është pak kontradiktore kjo. Më tani, një sekond. Brenda PS-s apo brenda rilinjës? Nga brenda PS-s. Brenda sepse po që se është autoritar, si shtonë, autoritar i fortë, regjim, kryetar i regjimit, s'ka si të ketë apo jo? Apo ka? I vëllë këto ditë, se mos që ditën kur filluan protestues të shkonin te kuvendit, te parlamenti, kam takuar disa deputet. Dhe kam parë se ata kishin shqetësim. Ishte shumë, se mos atë ditën e parë që ka vajte ai Kazani aty te hyrja, shqetësimi i tyre ishte jashtëzakonisht ishte i madh sepse në të njëjtin moment Edi Rama ishte në Pashaliman. Dhe ata u dukun sikur I kishte lënë aty në kurth. Dhe nuk po gjenin as zgjidhje. PD-ja u tërhoqi I largoi të vetë dhe tha qelloni me vetë vetëm këta të PS-s, se ata kanë një derë që dalin shkurt aty dhe shkojnë direkt tek Selia e PD-s, që pasojë dera e kanë shkurt nga kuvendi, edhe ajo ishte e rrethuar. Pjesa tjetër u rrethua. Tani, shqetësimi brenda tyre se mos tyre të rinjve që s'ishin mësuar fare dhe që s'kishin asnjë lloj orientimi se çfarë duhet bënin. Por kishin fatin thash atë ditë që nuk I njihnin, që ishin deputet dhe nuk I gjuajtën. Prandaj ju sulën Tërmet Peçit aty, se Tërmetin e njohin edhe, po ata të tjerë nuk I njihnin. Tani, në një parlament ku kryeministri bashkë me shefin e opozitës kanë miratuar në marrëveshje të plotë një listë zgjedhor për lista të mbyllura, ti mos prit të ketë. Ai kanë zgjedh me dorë, ka qeruar orizin. Ai e ka thënë 1, 2, 3, 5, 7 I ka aty. Dhe atje brenda nuk ka qatë ndodhë se ta e kanë shterur ujin, e kanë farësh, thjesht rërë shkretire. Nuk ka qatë ndezë aty brenda. Pra, Partia Socialiste sot është I nocion, por në të vërtetë, për Partinë Socialiste flitet 3 muaj para zgjedhjeve dhe për socialistët. Sa merret pushteti janë rilindas. Dhe vetë ata thonë që jemi parti elektorale, s'jemi më parti si dikur. Pra, parti që e drejtojnë drejtorat, jo parti që si dikur kishte atje në bazë edhe intelektuale, edhe inxhinierë, edhe profesor. Pra, kishte një bashkim vullnetar. Sot është krejt tjetër, është bashkim interesash. Dhe në këto kushte, unë nuk shoh atje në një zë që ne duam ta avancojmë, ta mbështesim që inshallah ka gjë atje brenda. Nuk shoh të ndodhi, sepse ata kanë lënë tokë të djegur. Tha shikoj zgjedhjet në krau, shikoj në krau tjetër. Është identike. Prandaj nuk ka unë I dëgjoj protestuesit me vëmendje kur kërkojnë që në parlamenti të veprojë, si do veprojë parlamenti? Se kjo është Hoxha. Yll edhe I fjalit ta mbyll. Ky është parlamenti I dytë që Edi Rama e ka shpallur tek tavolina te plasmases e tavolinës në Kuç të Vlorës. Ai ka dalë atje në Kuç me mezlisin me ata banorët e Kuçit dhe thoshte rezultati po them zgjedhjet e fundit. Shkon tha midis 78 dhe 88, por ne do jemi diku këtu në mesa 83. Fiks 83 doli rezultati. Tani ma gjendo ti mua brenda kësaj gjëje që ai e ka krijuar vet. E ka është siç ka punuar për imazhin e jashtëm, ka punuar edhe për ata aty brenda. Unë e shoh shumë të vështirë, por mos thënë për mua është pa mundur të ndodhë diçka tjetër. Është një gjë tjetër që ti nuk e the, është e majta preç që ti e njeh mirë këtë. Filozofi, Arlindi po, ndoshta ajo natyra që ka krijuar Arlind Qori, në Por Rama s'është I majtë. Modeli që ka, jo, pritë, partia është e majtë aty, dhe Ramën. Mua shumë vite më parë, më ka ndodhur që me një grup gazetash në Poloni, kam treguar edhe një herë tjetër këtë, edhe pyeta ish kryeministrin unë, Teodush Mazowiecki. I thash, ishin demonstratat e mëdha të Gdanskut, në atë kohë e porti që shpërthyen e gjitha, dhe po binin të majtët. Dhe I thash unë, zotë kryeministër më fal, tani ran ata, apo jo? Jo tha, tani ata forcohen. Si forcohen e thash? Forcohen tha sepse kjo është natyrë të majtëve. Ata tha, në momente rreziku, bashkohen të gjithë. Bëhen bashkë, tha, bëhen forcohen fort, tha, në momente rreziku, dhe ashtu ndodhi. Një kryeministër Pavlaku në ta, morën një të partisë agrare. Këtë drejt, po, në protest, në gjithë dalim aty, disa të majtë ka ati brenda? Sepse ai nuk përfaqëson më të majtën. E këtu ka një krizë. Ka lidhje me të majtën ai. Duhet bëj një ndarje mes oligarkia s'është e majtë. Profilmi. Unë mendoj që protesta do prodhojë
Politikantë? Disa i kemi patur këtu në panel, ti ke parë, artikulojnë shumë mirë, vajza të reja, tim të rinj, jo të gjithë, po disa për e tyre duket që ka një... Pastaj dhe ata që artikuluan në Hoxha, të kujtoj unë pak ty, në vitet 90, jashtë janë batën. I merte Saliu pastaj i vendoste në parti. Urojmë mos do dhe një ta gjë, u jepte të kryetarit. Eduard Selamin për shembull të ku i prodhet Preçit, e bëri kryetarit gjitha dhe pastaj nuk e pranoi në Kongres. Doli i zërit e dera, tha, dili është, mos e fut brenda. Tani nuk jemi në pika kushte, të drejtë këti. Po, qatë të më shketis, kam parë shumë dhe... Populli thot, bën vaki pa tregoj. E kam këtë si trembje, e më vje keq. E kam si trembje këtë Preç. Po, ka bërë vaki. Me që kam parë shumë. Por, unë shof aty që kjo protest do prodhoj politikatë. Do prodhoj të. Gjithë problemi është, ne duam sa më parë të materializohet protesta, deri tani, do më thënë, duke parë të rridhën që pëndodhë, ne kemi zgjidhje lokale vitin tjetër, të më betësoj, Tirana do t'jetë betesë, aty është Tirana, tu jam dakord me Arlindin, aty është Tirana, në shesh, as Tetova, as Kumanova, as Prizrenit, as Prishtina. Ka dalë, kjo e ka shqetësuar Ramën, i ka dalë Tirana në shesh, dhe aty për mua është beteja e arshme, zgjidhjet e arshme për Tirana. Presa, dhe se fundit ju kini shpresë që kjo protestë do t'ju rritë. I dëshpruar e t'gjova njerë me erdi mirë mua. Me erdi mirë mua kur njeri nga protestusit ma aktiv ishe i, tha për ty. Ja tha të ajita. E tha në mirë shu, nuk është se të njëfë se ty e këshu. Kupton, mund mos e një fërshfare këshu. Po e tha këshu. Shpresa vëtë se fundit të shumë. Po shpresa është edhe në mban gjallë, kupton. Po shpresa në mban gjallë. Unë shpresa në padur e ditër për të zezë, jo më sot. Mendon që është një favori matë për ju kjo. Qëka, kur sistemi vjetër shkërmoqet, ose është ditën e vetë më të zezë, sigurisht që gjitha ta që janë kundër ati sistemi, Lëvizja Bashkë dukshëm, ka qenë kryet herës kundër këti sistemi, kundër logikës akumulimit përmes shpronësimit, zhvatjes, kundër oligarkisë e gjithë shka e tjetër, pa tjetër që mua më gëzon ky fakt. Gjithsesi, roli një parti është të flasë atëherë kur shoqëria nuk flet dot vetë. Pra, ideja e përfaqësimit kjo është. Unë veproj në emrin tënd, unë flas në emrin tënd. Moment që shoqëria del flet vetë në vetë parë, partitë automatikisht bën një hap pas. Kështu që edhe ne jemi aty për ditë mes qytetarëve, 37 ditë, në 37 ditë mua nuk ka thënë njëri plaç, na të shesh. Në 37 ditë jam aty, kam takuar pafundësisht qytetar, kam takuar dhe qytetarë që thonë, "Ore, unë nuk do të votoj kurrë për ty, kurrë, por të përgëzoj që jemi." Se ka tjerë që thonë publikisht votojnë për rrit. Dakord, është pjesë dhe nuk jemi aty për të fituar kapital politik, jemi aty për të arritur, për të materializuar aspiratat tona. Shumë çka nga ato që ne kemi thënë më herët, unë jam shumë i gëzuar që tani thuhen nga të gjithë dhe thuhen si gjë më normale në botë. Pra gjëra që dikur dukeshin ekstremizma, vjen nga bota tjetër, çankta të çmendur, sot janë kuptuar, janë gjërat më të arsyeshme dhe kanë një popularitet kaq madh. Që edhe sikur ne të mos fitojmë asnjë lloj pike politike mbas protestës, nuk ka fare rëndësi kjo. Rëndësi ka që këto ide tashmë janë aty në shesh,